Byreku me patate është për mua më i preferuari dhe më i veçanti dhe njëkohësisht do t'ju tregoj disa super produkte që kam marrë tek Temu. Ky tapeti për kuzhinën që nuk rrëshqet, peshorja elektronike, koka e lëvizshme e rubinetit e cila mund të bëhet dhe me presion dhe që është shumë praktike. Ndërkohë kam përgatitur brumin e byrekut dhe e lash që të vinte pak. Kjo pajisja që sapo pat është një prerëse për patatet e skuqura, unë e testova dhe me qepën. Ndërkohë produkti më i preferuar nga të gjithë është padyshim ky tigani prej Titani. Bënte një skuqje të njëtrajtshme në të gjithë hapësirën e tiganit. Nuk e di se si nuk e kisha marrë përpara këtë mbajtsen e gjalpit, mbajtsen e letrës së kuzhinës dhe këtë koshin i cili hapet me sensor. Ndërkohë për të hapur petët kam marrë këtë tapetin prej silikoni dhe këtë prerëse në brumit. Në total duhen t'iku tek 10 pet dhe mbushja e cila është me patate, qep dhe nenexhik. Kjo shishja e sprayt për vaj ishte po ashtu shumë ndihmuese për të lyer tepsinë si dhe petët njëra pas tjetrës. Rezultati doli fantastik.